Përshëndetje nga Royal Imaging Center. Sot do të flasim për kontrastin në rezonancë magnetike. Kontrasti është një lëng me përmbajtje gadoliniumi, i cili injektohet tek pacientët nëse është e nevojshme gjatë incizimit të tyre në rezonancë. Zakonisht, fillimisht, para se të aplikojmë kontrastin tek pacientët, marrim një histori të shkurt mbi pacientin. Duke plotësuar një pyetësor, pacienti neve na tregon se a ka pasur ndonjëherë histori të marrjes së kontrastit, a ka pasur alergji gjatë marrjes së këtij kontrasti. Nëse po, na tregon simptomat të cilat ai ka pasur dhe nëse jo, ne vazhdojmë me procedurën standarde. Pacienti shtrihet në rezonancë dhe gjatë pozicionimit atij vendoset një kanil në venë, pasi që kontrasti injektohet përmes venës në mënyrë intravenoze. Fillimisht merren imazhet para kontrastit, të cilat janë shumë të rëndësishme për të bërë diferencimin e imazheve para kontrastit edhe pas kontrastit. Më pas kryerjes së pjesës para kontrastit, pacientit injektohet kontrasti nga tekniku i cili hyn brenda, ku është pacienti i shtrirë në rezonancë dhe bën injektimin përmes kanilës. Zakonisht, pacientët nuk ndjejnë asnjë diskomfort gjatë aplikimit të kontrastit, procedura thjesht vazhdon normalisht, mund të zgjasë disa minuta më shumë, por këto janë procedura normale. Neve kontrasti na jep imazhe më të qarta, sa i përket ndonjë bllokimi të enëve të gjakut, sa i përket se ka ndonjë masë që është rritur në mënyrë të shtregullt, siç janë tumoret, ndonjë inflamacion, ndonjë absces, të cilat të gjitha këto më pas emërtohen nga radiologu. Gjatë aplikimit të kontrastit, nëse pacienti nuk ndihet mirë, shpreh shenja të alergjisë, ne menjëherë reagojmë duke aplikuar antishok terapin, pra pacienti është gjithmonë në monitorimin e stafit që është duke kryer ekzaminimin. Zakonisht procedurat e rezonancës me kontrast maksimumi zgjasin në 30 minuta deri në 45, varet se çfarë ekzaminimi është duke kryer pacienti. Kontrasti nuk ka ndonjë kundërindikacion, thjesht pacientët të cilat mund të jenë shtatzën, ato pra që janë në muajt e parë të shtatzanisë, nuk rekomandohet që të marrin kontrastin, për atë është shumë e rëndësishme që pacientët të na tregojnë se nëse janë shtatzën apo jo, ose edhe tek pacientët të cilat janë gjithënse, në momentin që marrin kontrast, atëherë ato kalojnë 24 orë pa ushqyer fëmijën dhe mandej mund të vazhdojnë në mënyrë normale si gjithmonë. Kështu që, sërish kur të vini në klinikën tonë, pavarësisht sa keni pasur përvojë me kontrastin apo jo, ju sërish do të informoheni hollësisht për dobit edhe efektet që mund të keni nga marrja e tij.